Në këtë reportazh për shtëpitë e bukura të Kosovës do të prezantojmë shtëpinë e Sefedin Kerveshit në Prishtinë. Kjo shtëpi me një arkitekturë mjaft atraktive me ngjyrë shampanjë bëhet edhe më e veçantë fal strukturës së qelikt të veshur me dru. Kjo strukturë mbulon 60% të terracës e cila gjendet në katin e tretë të shtëpisë. Në kuadër të kësaj shtëpie janë edhe 3.5 ari kopsht, të cilin e shfrytëzojnë gjatë ditëve të ngrohta të verës. Mirpo ai që e shfrytëzon më së shumti kopshtin e shtëpisë është djali i pronarit. Me pronarin e shtëpisë, zotëri Sefedin Kerveshi vazhduan për të parë edhe interierin e saj. Me të hyrë brenda shtëpisë do të hasësh në dhomën e ditës, e cila ka rreth 100 metra katror. Mobiljet e dhomës së ditës janë prodhim italian. Ngjyra kafe është ajo që dominon në këtë hapësirë. Të gjitha prodhimet nga druri të cilat shihen në këtë dhomë janë prodhim vendor dhe të punuara enkas për këtë shtëpi. Duke filluar nga komodina ku është i vendosur televizori, e cila është e fiksuar në mur. Për të thyer monotoninë e shtyllave që gjenden në mes të dhomës së ditës dhe kuzhinës, pronarët e shtëpisë kanë menduar për këtë ide mjaft kreative. Për dhomën e ditës jemi mundu, për shkak që edhe fëmijët jetojnë me fëmijët tanë, një ngjyrë ma natyrale që të mos pengoj si në disponimin e tyne, si në aktivitetin e tyne që e kemi në një rati të këndshme ta kemi në shtëpi. Jemi mundu të i përdorim shumë dosende që janë më të përshtatshme, që janë më funksionale, jo diçka që mund të pengon edhe tek fëmijët tanë. Ndriqimin e kemi bërë në 3 mënyra, arkitekti jonë e ka bërë, që është një ndriqim, një ndërto është sinemas, kur shikojmë film. Tjetri ndriqim është normal gjatë musafirt kur vina, apo një ndriqim normal me shumë
ndriçim të madh, dhe tjetri është një ndriçim relax që e quajnë, që ndëgjon muzikë dhe është që të jep një farë qetësie. Përderisa deri më tani nuk kemi transmetuar ndonjë shtëpi ku në dhomë të ditës ka 3 lloje të ndriçimit, këtë do t'ua mundsojmë ta shihni në vazhdim. Në kuadër të dhomës së ditës është edhe hapësira ku është i vendosur kamini, i cili është i porositur në Francë. Ndërsa tani kalojmë te kuzhina, e cila është një nga më të bukurat të firmës ku është blerë. Kjo kuzhinë është digjitale dhe është mjaft praktike për të punuar dhe për të ushqyer në të. Tavolina e ushqimit në këtë shtëpi është prodhim italian. Për ngjyrat i kemi përduar bardhë e ze, që kemi menduar që një ngjyrë që nuk i del moda, edhe që është shumë e përshtatshme si për pastrim edhe si për në sy të njeriut. Kuzhinën e kemi bërë në atë mënyrë që të kemi qasje si në obar, ashtu edhe në dhomën e ditës. Me kuzhinë jam munduar t'i kem të gjithat sendet funksionale, si dhe të jenë të përshtatshme si për gatimin edhe si për ngrënien e bukës. Ndriçimi ka 3 lloje ndriçimit edhe këtu si në sallon. Është ndriçimi ku është gjatë ngrënies së ushqimit, ndriçimi ku gjatë punës përgatitjes së ushqimit, si dhe ndriçimi normal që përfshin të gjithë kuzhinën. Kjo shtëpi ka edhe 3 dhoma të fjetjes, 2 prej të cilave edhe do t'i prezantojmë në kuadër të reportazhit ton. E para të cilën do t'a prezantojmë është dhoma e pronarit të shtëpisë, e cila ka dalje në 2 taraca të stilit francez. Ngjyrat e përdorura në mobiljet italiane janë bordo që në këtë dhomë krijojnë një ambient mjaft romantik. Mas pari dhomën që ka zgjedh arhitekti me na bo ka qenë ka ana lindjes, për shkak që dielli kur lind të jep një energji edhe çon më herët për gjumit. Kjo është kjo ana. Këto ngjyrat i ka zgjedhur arhitekti si një ngjyrë moderne, bordo, lilla mund mi thonë. Edhe shtratin ashtu një lloj, edhe ngjyrën e dhomës përpas tapetave. Ka qenë ideja e tij edhe unë më pajtu me te, do me thonë arhitekti kom besu derën s'kaje për punën e krym shtëpinë tonë. Edhe derëm sa t'jom i knaqen dhe kur fa probleme nuk kom pas, për ndryshe edhe klimën e ka zgjedh në njëjtën ngjyrë që mos me mpengu, do me thonë gjatë shiqimit kur t'hi në dhomë. Nuk e vrej as klimën, nuk e vrej as senet, e shon një ngjyrë të komplete dhomës. Kjo dhomë në kuadër të saj ka edhe garderobën. Ndërsa edhe banjo është një element pa të cilin pronari i shtëpisë nuk e ka parapar dhomën e tij. Të gjitha elementet në këtë banjo, duke përfshirë këtu edhe qeramikat, janë të prodhuara nga firma e njohur spanjolle Porcelanosa.
Edhe banjën e ka dizajnu njëtë arhitekti, edhe pëlqimi ka qenë edhe yne. Dhe thot i ka përdor disa ngjyra interesante, cilat janë të banjot 95% për kompanisë spanjolle të njohur Porcelanosa. Disa dizajne të interesante si lavamanat i kim përdor njëtës Porcelanosa. Diçka kina pas qef ekstra me pas për dhomën tonë, do me thëmë kjo është banjo e shoqës edhe imja, dhomës të vjetjes, cilën ne e përdorim. Është një banjo relaksuse, ka një dusha kabin, cilën për dush shumë shpejt edhe një jacuzzi fenomenale, cilën është për një relax mbas lodhës të punës, sidomos që e përdorim. Tani kalojmë në dhomën e vajzës së pronarit, e cila është një dhomë tipike femrore ku dominojnë ngjyrat kuqe bardhë. Kjo shtëpi ka gjithsej 3 banjo, ndërsa kjo që po shihni tani është banjoja e fëmijëve. Në mesin e shumë terracave në këtë shtëpi, më e madhja është kjo në katin e tretë, 60% e së cilës është e mbuluar në mënyrë që pronarët të kenë privatësinë e tyre. Kjo ishte shtëpia e Sefedin Kerveshit në Prishtinë, nga ku besoj të keni marrë ide edhe për shtëpinë tuaj. E ju që tani më e keni pikturuar ëndrrën për shtëpinë tuaj, ju mbetet të na shkruani në faqen tonë zyrtare në Facebook, Shtëpitë e bukura të Kosovës, Vizë RTV 21.